Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, që ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për t'u takuar dhe për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu me ju për të komentuar një lëvizje shumë të bukur, një afrimitet në fakt që ka ndodhur, një storje që ka ndodhur dashurie le ta themi, e Mateos edhe Brikenës. Ju e dini shumë bukur që unë para dite komentova Mateon dhe Brikenën, e pa ta thënë që çifti e ka shumë të vështirë që tashmë të qëndroj larg njëri tjetrit, do me thënë qëndrimi në Kosovë Brikena pa Mateon nuk e percepton dot dhe normalisht Brikena do t'jetë më afër Shqipërisë, do me thënë do t'jetë më afër dashurisë së jetës së saj. Ditën e sotme Brikena ka vendosur që të vinë në Shqipëri, do me thënë ajo ka qenë në familjen e Mateo Borit, në shtëpinë e Mateos, ku ka takuar prindërit e Mateos dhe ndërto ka takuar gjën më të bukur që kjo familje ka mbesën e Mateos. Brikena duket që është shumë e lumtur, duket që ndjehet e realizuar, do me thënë pash një Brikena shumë happy në fytyrën e saj, ndjeshte, le të them, ndjet me shpirtin plot nga këto lëvizje fantastike dhe nga kjo dashuri që ka ndërtuar, por dhe Mateo ishte shumë i lumtur që gjysma e zemrës së tij sot është në Shqipëri dhe po kalojnë çaste të bukura dhe po argëtohen me njëri tjetrin. Brikena, nga informacionet që arrita unë të siguroj, nuk është se ka ardhur për ndonjë plan, do me thënë ardhja në Shqipëri është thjesht për të qenë pranë dashurisë së jetës së saj, në këtë rast siç e thash pranë Mateos, për t'u argëtuar, për të kaluar çaste të mira, për të parë familjen e Mateos dhe për të kaluar çaste të bukura edhe me Mateon. Kjo e konfirmon edhe një herë që raporti i tyre është harmonikisht raport shumë i lumtur, është një raport shumë pozitiv, do me thënë Brikena dhe Mateo kanë ndërtuar tashmë atë armën e bukur të marrëdhënies dhe po e shijojnë marrëdhënien në maksimum. Dashuria çdo ditë po bëhet edhe më e fortë, çifti është shumë i lumtur dhe me patjetër që po bëjmë plane për të ardhmen. Dyshja aktualisht ndodhet në Shqipëri, me siguri do të na sjellin dhe foto komplet familjare që do të thënë nga darka, nga momentet e bukura që do të ndajnë së bashku, por edhe nga vetë dyshja që do të shijojnë momentet e bukura në Shqipëri. Brikena mu duk shumë pozitive, do me thënë mu duk me energji shumë të mirë dhe kështu që po kënaqeshte dhe po argëtoheshte bashkë me Mateon në familjen e tij. Si e shikoni ju këtë moment të bukur dhe këtë çast fantastik të kësaj dysheje?